Dorina sot ishte thyrur te komisioneri kundër diskriminimit. Unë isha avokati i saj. Dorina, pse na kishte sjellë? Daljet e mia publike, zëri konservator, keq interpretimi dhe disinformimi për disa fjali që i kanë marrë personale, por gjithmonë ne kemi mbrojtur fëmijët dhe do vazhdojmë të mbrojmë fëmijët absolutisht. Do mbrohet institucioni i familjes, kemi të drejtën tonë, mund të bëjmë një debat konstruktiv për gjetur një rrugë të mesme më të mirën për fëmijët tanë, por mua më bëhet qefi, është hera parë që unë jam në një institucion të tillë. Më bëhet shumë qefi që Shqipëria ka një komision diskriminimi, ku unë vi se jam keq interpretuar se pas kam ofenduar burrat e burrave, ndërsa zoti kryeministër do vi sepse ka ofenduar burrat e grave. Dhe më pëlqen që shteti ynë punon. Sot ishte komisioneri kundër diskriminimit, kishte thirrur Dorinën për atë gjë në LGBTQ në shkolla. Ju e dini pozicionin e Dorinës, ju dini pozicionin tonë.